Deputetët e Partisë Socialiste, drejtuesi politik i saj nuk dihet ka ikur në drejtim paditur, e ka ndërguar në një qak tjetër pavarësisht se ka marrë votat e qytetarëve të qakut Dibër. Ndërkohë drejtuesi kryesor i këtij qaku është bër Agron Manaj dhe Agron Manaj e thash edhe pak më parë që tenton për të patur sa më pak bashki dhe për të patur një akses edhe për shkak korrupsionit pafund që ka kryer në bashki dhe madje sidomos tani në kohën e verës është shumë i angazhuar tek resortet që ka në jugun e Shqipërisë dhe për të marrë dhe me punë private për shkak të përdorimit kompanive të tij në financimet publike në Bashkinë e Tiranës apo fonde të tjera që jepen nga buxheti i shtetit dhe nuk i interesojnë qytetarët shqiptar. Ndatë në takimin që kam bërë në dy takimet që kam bërë me qytetarët e Klosit janë absolutisht të pakënaqur, sepse i kanë dhënë votat në mazhorancë, po themi deputetë të Partisë Socialiste, dhe tashmë jo vetëm që nuk shkon për t'i takuar, por përkundazi është hyrë aktori kryesor, që don tash bëjë dhe absolutisht qytetarët e Klosit janë të angazhuar për të përdorur çdo lloj instrumenti për të bllokuar rrugën që shkon për Burrel apo rrugën që vjen për Tiranë apo të tjerë instrumente. Pra po më thuaj që do ketë përshkallëzim protestash dhe të reagimeve. Me patjetër muaj shtator do të jetë një angazhim maksimal, jo vetëm në 15 bashkitë të cilat kërkojnë rilindja për të shkrirë, por edhe në 39 bashkitë të tjera të cilat kërkojnë për të krijuar, për të bërë një bashki e re, sepse vetëm në atë lloj mënyre atyre do të ju realizohen pritshmëritë e tyre siç i kanë po themi vendet e Bashkimit Evropian, për ta patur shërbimin sa më afër, për të qenë sa më decentralizuar, për të patur një pavarësi financiare, për të patur kompetencat e nevojshme dhe për mos qenë një shtojcë elektorale e Partisë Socialiste. Kështu që në këtë kundërshtim me Partia Demokratike edhe në këto ditë pushime, nëse ta quajmë ose të nxehta të muajit gusht, ka komunikuar me gjithë drejtuesit politik, me deputetë dhe aktorë tjerë politik për të qenë në zonë, për të komunikuar me qytetarët, për të marrë mendimin e tyre dhe ndërkohë për të filluar betejën që të realizohet decentralizimi pushtetit vendor dhe jo centralizimi i saj. Në fakt, duke qenë se ma përmendët zoti Mzyllo dhe çështjen e muajit gusht, një muaj i nxehtë, pak çast më parë ishte vetë edhe kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, i cili tha se shtatori do jetë më i nxehtë, madje do jetë përvolues për mazhorancën socialiste, për qeverinë dhe për politikën në Shqipëri. Çdo të thotë do ketë angazhime të tjera, do ketë protesta të fuqishme, reagime të forta. Çfarë nuk kupton zoti Berisha? Na jepni dot ndonjë detaj? Pikërisht për këtë thashun që pavarësisht se është një muaj pushimi dhe një muaj i nxehtë, po themi në lidhje me aksionin opozitar të shtatorit, pasi. Po përgatisim gjithë terrenin e nevojshëm, në mënyrë të tillë që muaj shtator të jetë një betejë, po themi me të gjitha aksesorët e nevojshme, me të gjithë resurset e nevojshme, jo vetëm të Partisë Demokratike dhe të opozitës, por edhe në bashkëpunim me revoltën qytetarë, të cilët sot ato janë të lidhur organikisht, po themi me Partinë Demokratike dhe po të shohësh në të gjitha protestat që realizohen, shumica prej tyre janë demokrat, por jam absolutisht i bindur që muaji shtator do të jetë një muaj vendimarrës për t'i dhënë goditjen që meriton kjo qeveri dhe për të shpëtuar qytetarët shqiptar, për të shpëtuar bashkitë që duan të shkrihen apo për të krijuar një Shqipëri që të jetë koherente me atë se çfarë kërkon Bashkimi Evropian. Dhe në këtë kontekst jam absolutisht i bindur që pjeshta do të jetë varëmise për këtë kryeministër dhe për këtë sekt popullues të Shqipërisë.